Përshëndetje miq të dashur. E ndëgjova dikun, apo e lexova me thonë më mirë që PDK-ja Xhavit Halitit për kryeminist edhe më boni shumë përshtypje. Sepse më herë që di, qysh se kanë se çfarë ka thonë në emision televiziv. Kështu që miq të dashur, shkojmë ta ndëgjojmë Xhavit Halitin, atë të diskutojmë së bashku. Kush ka mundësi me abo subscribe në YouTube, follow Facebook edhe TikTok, ja di shumë për falmirës. Shkojnë miq. Me terroristët nuk negociohet. Terroristëve nuk u hapet rruga, terroristët ose dorëzohen ose likuidohen. Varet, a kanë qenë terroristë ata? Keni dyshime? Keni dyshime? Ku s'kan kryer në jakt terrori? Grupi me Radojqiqin s'ka kryer jakt terrori? Miq, unë e di që kanë kryer. Kush na vrati Afrin Bunjakun? Nuk është kjo akt terror? Me gjuhë kene policisë me zoll, edhe me vrani rështer të Kosovës dhe mi plagu tjetër, s'ka ka këtë akt terrori. Shkojnë. Grupi me Radojqiqin s'kan kryer akt terrori? Nuk e di cili është akti terrorist që e kanë kryer. Ata janë përgatitur. Si qysh ti s'po din, e po do më bu president Kosovë. Runa zë. Shkojmë. Ndaj një shteti. Na e dim çfarë përgatitje kanë pasur, çka kanë desh me bë. Ata se kanë fillu aksionin, sepse janë zbulu, edhe janë tërhequr. Ata po vazhdojnë me u përgatit pra. Po aty për aty, ata nuk kanë kryer asnjë akt terrorist. Po shqyr që se kanë kryer, që se kanë fillu, dashta me thonë më fali, se me pas fillu ish bos kasapone, o e nderu. Po ne di ku bëjë dhe në juve. Po doni më bu president për mi kajtë nënën, s'ka shansë teorike. Jeni mësuje veç me vjellë. S'ka shansë se nga shonët atë. Nga shonë. Miq të dashur, na ndëgjut poshtë zotë, që përbes trupi për fësjetët. Me thonë, në bojë që s'ka pas terrorista, si më terrorista. Opozit, apo me gjani, ju përshëndes, edhe juve, miq të dashur, ju përshëndes deri në vitin e radhës. Kaloni mirë.